Ndje trupin tënd, çdo muskull zgjohet ngadalë, çdo frymëmarrje bëhet e vetëdijshme. Lejo trupin të marrë ritmin e vet, pa ngut. Lëvizja fillon ngadalë, si valët e buta që godasin bregun e detit. Ndje energjinë që rrjedh nga këmbët ndrej shpinës dhe duarve. Fryma hyn dhe del në mënyrë të qetë, duke të lidhur me këtë moment të tashëm. Ndërsa vazhdon, vëzhgohet çdo ndjesi në trupin tënd. Çdo gjymtyr ka një peshë të lehtë dhe një lëvizje natyrale. Lejo këmbët të ndjejnë tokën dhe shtrëngimet e vogla të muskujve të qetësohen. Fryma është ura që të lidh me vetveten. Çdo frymëmarrje sjell energji, çdo nxjerrje e saj largon tensionin. Shpirti yt zgjohet së bashku me trupin. Çdo lëvizje është më shumë se muskull. Është pulsim energjie që lidhet me mendjen dhe zemrën. Lejo mendimet të qetësohen si gjethet që lëkunden në një lumë të qetë. Lejo zemrën të ndjejë energjinë që rrjedh nga këmbët drejt trupit të sipër, nga koka drejt çdo qelizë. Ti je i plot në këtë moment. Ndërsa ushtrimi vazhdon, ndihet çdo lëvizje energjie që lëviz brenda teje. Trupi yt prodhon energji, po shpirti e ndjen duke u zgjuar. Çdo frymëmarrje fillon lidhjen ndërmjet trupit dhe shpirtit, duke krijuar një harmoni të brendshme. Nuk ka garë, nuk ka krahasime, vetëm prezenca jote dhe pulsimi i jetës. Universi është pranë teje, por dhe brenda teje. Çdo lëvizje është një mikroval që lidhet me ritmet e natyrës. Çdo frymëmarrje është tingulli i heshtur që rezonon me energjinë e madhe të qetësisë. Nuk është e nevojshme të kuptosh gjithçka. Është e mjaftueshme të ndjesh. Lejo trupin të lëviz lirshëm, pa tension. Lejo shpirtin të rrjedh përmes lëvizjeve. Çdo muskull, çdo këmbë, çdo dorë është një mesazh, një komunikim me universin. Ndje energjinë tënde të zgjohet dhe të bashkohet me diçka më të madhe se vetja. Ky pra është harmonizimi. Harmonizimi trup, shpirt, univers. Ndërsa vazhdon, ndjej qetësinë që shfaqet pas çdo lëvizje. Kjo është forca e vërtet. Jo gjithmonë lëvizja, por ndalimi, qetësia dhe pranimi i momentit. Ti po mëson të ndjesh energjinë, të pranosh momentin dhe të kuptosh se çdo frymëmarrje
çdo lëvizje, çdo heshtje është pjesë e një ritmi të madh. Kur ndalon, ndjen ndryshimin. Trupi qetësohet, shpirti ndjen harmoninë dhe universi të flet pa fjalë. Nuk ka nevojë për shpjegime. Gjithçka është e qartë në energjinë që rrjedh brenda teje. Ky është momenti i përqendrimit, i bashkimit me gjithçka që ekziston. Çdo frymarrje që merr është një thirrje për pranimin e vetës, një kujtesë se ti je pjesë e diçkaje më të madhe. Ndije energjinë tënde në rritje. Të qetësohet dhe të balancohet me çdo qelisë të trupit dhe çdo mendim të shpirtit. Kjo është forca që nuk vjen vetëm nga lëvizja, por nga lidhja, nga lidhja me trupin, shpirtin dhe universin. Ndërsa përfundon ushtrimi, ndjej qetësinë që mbetet brenda. Trupi yt është i fortë dhe i qetë. Shpirti ndjen lirinë dhe energjinë e universit të pranueshëm. Kjo është balanca që kërkojmë. Trup në lëvizje, mendje në qetësi, shpirt i lidhur me universin. Lejo frymën të dalë ngadalë. Lejo trupin të pushoj dhe thjesht ndje. Çdo valë energjie që ka kaluar, çdo frymarrje që ke marrë, të ka lidhur me këtë moment. Ti je këtu plotësisht, dhe kjo është gjithçka që ka rëndësi.